Dashi, është një ditë për të reflektuar dhe për të marrë vendime të rëndësishme. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën për të sqaruar disa keqkuptime me partnerin. Nëse jeni të vetëm, një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja. Në punë, është e rëndësishme të mbani fokusin dhe të mos lejoni që detajet e vogla t'ju shpërqendrojnë. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale mund të jetë pak e luhatshme, prandaj është e rëndësishme të gjeni momente për t'u relaksuar. Përpiquni të mos merrni vendime të nxituara dhe dëgjoni intuitën tuaj. Një shëtitje në natyrë mund të ndihmojë për të qetësuar mendjen. Demi, dita e sotme mund të sjellë disa sfida në aspektin profesional, por është e rëndësishme të qëndroni të fokusuar dhe të mos humbni shpresën. Ndonjëherë, ndryshimet e vogla mund të bëjnë diferencën e madhe, prandaj mos hezitoni të mendoni jashtë kutisë. Në çështjet e dashurisë, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të ndihmojë në zgjidhjen e keqkuptimeve të vogla. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme për momentin. Në aspektin emocional, mund të ndiheni pak të lodhur, ndaj mos harroni të gjeni kohë për relaksim dhe qetësi. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të kërkoni mbështetje nga njerëzit e afërt kur ju nevojitet. Binjakët, sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja romantike. Mund të ndiheni më të hapur për të diskutuar çështje që keni shmangur më parë. Në aspektin profesional, mund të përballeni me një sfidë të papritur, por mos u shqetësoni, do ta kaloni me sukses. Financat mund të kërkojnë pak vëmendje shtesë, prandaj është e këshillueshme të mos bëni shpenzime impulsive. Energjia juaj emocionale është e lartë dhe mund të ndiheni më të motivuar për të ndjekur projekte të reja. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor duke gjetur pak kohë për relaksim. Sot është e rëndësishme të mbani një ekuilibër mes punës dhe jetës personale. Bëni kujdes me fjalët që përdorni në biseda të rëndësishme. Daforia. Dita e sotme sjell mundësi të reja në fushën e dashurisë. Për ata që janë në një lidhje, është koha e duhur për të diskutuar për planet e përbashkëta. Beqarët mund të takojnë dikë interesant, ndaj mbani syt hapur. Në punë, do të përballeni me disa sfida që kërkojnë vendosmëri dhe përqendrim. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë nga kolegët, pasi bashkëpunimi do të sjellë rezultate të mira. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Kujdesuni për gjendjen emocionale duke gjetur kohë për relaksim dhe meditim. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet i preferuar mund t'ju ndihmojë të rifitoni energjinë. Shmangni konfliktet dhe përqendrohuni te gjërat pozitive që ju rrethojnë. Luani. Dita e sotme mund të sjellë momente të rëndësishme për marrëdhëniet personale. Është koha e duhur për të dëgjuar më shumë partnerin dhe për të forcuar lidhjet. Në punë mund të hasni disa sfida, por me përkushtim dhe këmbëngulje do t'i kaloni me sukses. Financat kërkojnë një qasje më të kujdesshme, kështu që shmangni shpenzimet e panevojshme. Energjia juaj emocionale mund të jetë e luhatshme, por meditimi ose një shëtitje në natyrë mund t'ju ndihmojnë të gjeni qetësinë. Mos lejoni që stresi i përditshëm t'ju pengojë të shijoni momentet e bukura që ofron jeta. Kujdesuni për veten dhe mos harroni rëndësinë e një pushimi të mirë gjatë natës. Virgjëresha. Sot do të keni mundësi për të përmirësuar komunikimin në marrëdhëniet personale. Në dashuri, është dita e duhur për të shprehur ndjenjat që keni mbajtur brenda për një kohë të gjatë. Në punë, përqendrohuni në detajet dhe mos lini pas dore detyrat e vogla, pasi ato mund të kenë ndikim të madh në rezultatet tuaja. Financat do të kërkojnë pak më shumë vëmendje, është koha për të rishikuar buxhetin dhe për të bërë disa kursime. Emocionalisht mund të ndiheni pak të lodhur, por një shëtitje e shkurtër ose pak kohë për veten do t'ju ndihmojë të rigjeni energjinë. Kujdesuni për veten dhe mos hezitoni të kërkoni mbështetje nga miqt. Beshoria. Sot do të ndiheni më të lidhur emocionalisht me ata që janë afër jush. Në dashuri, është koha e duhur për të biseduar hapur me partnerin tuaj. Në punë, do të duhet të jeni të përqendruar dhe të organizuar për të përmbushur detyrat e ditës. Financat tuaja mund të kërkojnë pak më shumë kujdes, ndaj bëni kujdes me shpenzimet e tepërta. Gjendja juaj emocionale do të jetë e qëndrueshme, por mos harroni të merrni pak kohë për veten. Një shëtitje në natyrë ose një moment meditimi mund t'ju ndihmojë të rigjeni ekuilibrin. Mos nxitoni në vendimet e mëdha dhe dëgjoni intuitën tuaj. Kujdesuni për shëndetin duke ushqyer mirë dhe duke pushuar mjaftueshëm. Akripi. Ditë e mbushur me energji pozitive dhe mundësi të reja. Në dashuri, një takim i papritur mund të ndezë ndjenja të reja, ndërsa për ata që janë në një lidhje, komunikimi do të jetë kyç për të shmangur keqkuptimet.
Në punë, fokusohuni në detaje dhe mos lejoni që shpërqendrimet t'ju largojnë nga qëllimet tuaja. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme për të ruajtur ekuilibrin. Emocionalisht mund të ndjeni një nevojë për reflektim dhe qetësi. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të ndihmojë për të balancuar mendjen dhe shpirtin. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor dhe mos nguroni të kërkoni mbështetje nga miqt apo familja nëse ndiheni të mbingarkuar. Shigjëtari, dita e sotme mund të sjellë disa sfida në marrëdhëniet personale. Përpiqu të tregohesh më i duruar me partnerin, komunikimi është kyç. Në punë mund të shfaqen mundësi të reja, por mbaj mend të analizosh çdo detaj para se të marrësh vendime të rëndësishme. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë, shmang shpenzimet e panevojshme dhe përqendrohu në planifikim afatgjatë. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e paqëndrueshme, ndaj gjej kohë për veten dhe praktikoni aktivitete që të qetësojnë mendjen. Meditimi ose një shëtitje e shkurtër mund të ndihmojë në balancimin e energjisë suaj. Mos harro të kujdesesh për shëndetin, një dietë e shëndetshme do të ndikojë pozitivisht në mirëqenien tënde. Bricjabi. Dita e sotme sjell energji pozitive në marrëdhëniet personale, duke krijuar mundësi për të forcuar lidhjet me partnerin. Nëse jeni beqar, mund të takoni dikë që do t'ju tërheqë vëmendjen. Në punë, është e rëndësishme të përqendroheni në detajet dhe të mos neglizhoni përgjegjësitë. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Një planifikim i kujdesshëm do t'ju ndihmojë të menaxhoni më mirë burimet tuaja. Gjendja emocionale mund të ndikohet nga disa ndryshime të vogla, prandaj përpiquni të ruani qetësinë dhe të mos lejoni që streset e përditshme t'ju pushtojnë. Praktikimi i disa teknikave të relaksimit do të jetë i dobishëm për t'ju mbajtur në harmoni të brendshme. Ujori. Ditë e favorshme për të rregulluar marrëdhëniet ndërpersonale. Në dashuri, është momenti i duhur për të treguar ndjenjat tuaja pa frikë. Në punë, do të përballeni me sfida që kërkojnë kreativitet dhe përqendrim. Financat mund të kërkojnë vëmendje shtesë, shmangni shpenzimet e panevojshme. Është koha për të bërë një plan të ri buxhetor që do t'ju ndihmojë në të ardhmen. Emocionalisht mund të ndjeni një nevojë të theksuar për qetësi dhe reflektim. Praktikoni meditim ose kaloni kohë në natyrë për të rigjetur ekuilibrin. Mos e neglizhoni shëndetin tuaj, merrni kohë për të çlodhur dhe për të bërë aktivitete fizike. Kujdesuni për veten dhe mos lejoni që stresi i përditshëm të ndikojë në mirëqenien tuaj. Peshi. Ditë e mbarë për të forcuar lidhjet emocionale me partnerin. Në punë mund të hasni sfida të vogla, por këmbëngulja juaj do të sjellë rezultate pozitive. Financat tuaja duket se janë në rrugë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Kujdesuni për gjendjen tuaj emocionale duke marrë pak kohë për veten. Meditimi ose një shëtitje e shkurtër mund t'ju ndihmojë të gjeni qetësinë e nevojshme. Nëse ndiheni të lodhur, mos hezitoni të kërkoni ndihmë nga të tjerët. Është e rëndësishme të ruani një balans mes punës dhe kohës personale. Mos lejoni që presioni i jashtëm t'ju ndikojë negativisht. Besoni në aftësitë tuaja dhe gjithçka do të shkojë mirë.